Përshëndetje shokë dhe shoqe. Mirë se po takohemi sërish bashk edhe këtë shtunë e cila gjithmonë është e rezervuar për të kaluar bashk minutat në vazhdim me materialet e përgatitura enkas për ju. E nisëm me festime disa ditë para ndeshjes së shumë pritur të 8 tetorit. Edhe përkundër rezultatit, futbolli këgjë ka. Janë vetëm 2 rrugë, fiton ose humb, të tretë nuk ka. Mirë po në vazhdim ne ju sjellëm material për artistët tanë shqiptar, çka simbolizon kombëtarja për ta dhe çfarë i uruan ata Shqipërisë. E për detaje më të hollësishme, i ndjekim bashkë materialin e përgatitur nga Artan Telako. Kjo javë i takon vetëm 2 ngjyrave, atyre kuq e zi. Pothuajse çdo qytet e ballkon valveste flamurin shqiptar. Kjo për të treguar mbështetjen ndaj kombëtarëve shqiptare në futboll, e cila është shumë pranë realizimit të ëndrrës, asaj të kualifikimit në Europianin Francë 2016. Mbështetja e kombëtarës është evidente më shumë se kur. Përpos statuseve fotografive, artistët zgjedhin armën e tyre më të fortë për t'i bërë bashkë shqiptarët. Shumë këngë ju dedikuan lojtarëve kuq e zi, të cilat u shndruan në hem për ta. Gjemon stadioni e dridhët armiku, sonte akamat forse loriku, për te kufive, po një e zani, Shqipe dy krena, Gjaka Lenjani, sonte valon... Të madhështor me rreth 16.000 tifoz duke te kaluar limitin e karrikeve të stadiumit. Një spektakël që u dhurua nga të pranishmet, që pavarësisht humbjes në lojë, kjo nuk e ndërpren ëndrrën tonë drejt kualifikimit. Në humbje apo fitore, duhet të jemi pranë kombëtarës, pasi që muzika e sporti janë pasaporta më e mirë drejt përfaqësimit ndërkombëtar. Kombëtarja është një ambasadë e vërtetë të gjithë ne shqiptarëve, duke përfaqësuar më së miri vlerat tona, forcën, kulturën, fuqinë, vitalitetin që na karakterizon të gjithë ne shqiptarëve. Por për mua, kombëtarja shqiptare është një pasqyrë reale e bashkimit të Shqipërisë së madhe. Dhe unë besoj në fakt që kur jemi bashk, gjithmonë fitojmë. Ndaj forca për flamurin më të bukur në botë. Kuq e zi, je ti. Kuq e zi jemi ne. Mendoj që sporti ditëve sot të bëhet shumë i rëndësishëm për krejt shqiptarët, se sporti është ai i cili po na përfaqëson më së miri shqiptarëve nëpër gjithë botën. E sidomos kur vjen fjala te kombëtarja jonë futboll. Kombëtarja jonë futboll mendoj që është krenaria e kombit shqiptar. Me gjithë ata talentat futbollit të mëdhaj që janë në ekip, edhe mënyra që ata luajnë me një shpirt luftarak që nuk din më dorëzu deri në minutën e fundit asnjëri prej tyre, por në më të bën një krenar me ata djem. Me një fjalë kur i shikojnë ndeshjet e kombëtarës, e shoh që e lojnë zemrën fush. Kombëtarja për mua simbolizon krenarinë e gjithë shqiptarëve, uroj shumë suksese dhe kam besim shumë në fitoren. Urime! I përshëndes kejt tifoz të kuq e zi edhe lojtarët e kombëtarës, edhe kisha pas një porosi mos të bina provokime, suksese, hajde përkrojmë kombëtarën që shna ka hije. Unë kam besimin e plotë se nesër Shqipëria do dalë triumfuese në çdo aspekt. Edhe kam besimin e plotë po ashtu se nesër ne do të tregojmë qytetërim dhe civilizim. Ne do të tregojmë se ne jemi autokton, nuk kemi ardhur nga Karpatet, edhe kemi kulturë, kemi edukim dhe nuk kemi sjellje bishave. Edhe jam shumë i sigurt që kombëtarja ka me triumfu çdo aspekt. Veç ju uroj shumë sukses djemve tonë, edhe uroj që çdo gjë ka me shku mas miri. Ju përshëndes prej zemrës edhe ju uroj fitoren e kombëtarës. Fitoria është e jona, po për atysh. Është për lojë apo për çka do të jetë gjithmonë ne jemi fitues. Urime kombëtarja jonë, një ata që na bëni krenar gjithmonë e më shumë. 11 lojtarët në fushë janë vetë Shqipëria. Fytyra e tyre është pasaportë e kombit tonë. Ju uroj me shpirt fitore. Fitoria është e juaja. Suksese. Unë besoj te futbollistët, besoj te ata djalmosha, besoj te Gjani Debiazi, besoj te secili që është përreth kombëtarës. Pra besoj edhe ti se ne së bashku do jemi në Francë. Këto janë fjalët që i adresojnë ekipit shqiptar, i cili do të ketë një tjetër ndeshje të rëndësishme këtë javë. Nesër Shqipëria luan kundër Armenisë. Fitoria e saj dërgon kombëtarën në Francë.